Atmosfera këtë muaj festiv në Shkodër ka qenë vërtet e jashtëzakonshme. Qyteti është mbushur me njerëz, drita dhe emocione. Qytetarët e Shkodrës, emigrantët e kthyer për festa, por edhe turistët shprehen se po i shijojnë maksimalisht këto ditë festive. Për të gjithë, dëshira e përbashkët është që viti 2026 të sjellë më shumë shëndet, paqe dhe mbarësi. Atmosfera e Shkodrës si gjithmonë është magjike, por këtë vit duket sikur e kanë zbukuruar më tepër, ka më tepër njerëz. Kanë ftuar shumë special cilët për çdo natë vimi një gjuhë dhe mezi pres që marr viti tjetër me pas se çfarë mrekullie tjetër do të bëjnë Shkodra. Gëzuar festa gjithëve. Ma shumë pëlqen si është kriju ambienti, atmosfera shumë e bukur. Ju uroj tonë shqiptarëve shëndet e tanat mirat nga Zoti. Gëzuar vitin e ri për të gjithë. Gëzuar vitin e ri gjithëve. I'm from Pakistan. Yeah, it's very nice, we like it. I just come here to see Ilvana. I'm big fan. Happy New Year everybody. Shumë bukur. Një prej qytetit fjetën e të marum, me ashtu që i thojnë, krejt i fikun, ka një i tha 2 vete fund është këtë një shumë. Ne jena me shpinë Tiranë e vim këtu, me për këtë kolqet, janë bukur, shumë bukur. Një në shumë i papojmë me koncert, edhe me qënda, me rregull dhe me qetësi, me tëra, asë i cilë den, asë i cilë nga bukur, gja bukur shumë bukur. Gëzuar për shumë vjetë tonë shqiptarëve ku dhe t'jenë, me anë dhe jeshtë një jetë. Pranë familje t'yne, me qëtë i dojnë zemra. E ka shumë lëviz, shumë njerëz, në pëlqen shumë. Nga jeni ju? Paris. Të gjithë mirë për të gjithë publiku. Unë kam marrë prej Athinit. Atmosfera e Shkodrës është shumë më bukur se në Athinë. Kur tham shumë më bukur, jam si vendi atë shka. Për shumë vjetë ngëzimet tanë shqiptarve nga do që t'jenë, dhe mos për Shkodranët. Atmosfera shumë e bukur, shumë njerëz një është, shifet kjo punë që është atmosfera e bukur. Më pëlqen që të rejat e tanë dalin këtu dhe festojnë vitin e ri Krishtinit. Një vit e mrekullueshëm për tanë Shkodrën. Ju uroj tanëve në shtëpiat e tyre mirësi, lumturi, edhe marrësinë familjet e tyre. Mrekullueshme, atmosfera në Shkodër është më e veçantë se në çdo qytet tjetër Shqipërisë. Jena kënaq, gati për natë ka pas koncerte, njerëzit janë tanë të lumtur, kënaqen na kanë zilito njerëzit për jashtë. Ju uroj gjithë shqiptarëve shëndet, pare, lumturi, tana të mirat e botës, si meritojnë shqiptarët janë shumë të mirë. Shkodra e mbyll këtë vit mes dritave, festës dhe shpresës, me urimin që 2026 të jetë një vit edhe më i bukur për të gjithë.